Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë prej tij, ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 39 me radhë që flasmi poshtë rreth 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe kemi arritur tek hadithi 14 me radhë. Tek hadithi 14 me radhë. Aleikum selam. Dhe hadithi që vjen prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Nuk është i lejuar, nuk lejohet, është i ruajtur gjaki i muslimanit vetëm në 3 raste. Kjo është rivajeti në Bukhari dhe në Muslim, edhe që thashtu këtu sahi është rivajet tjetër: La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Nuk lejohet gjaki i muslimanit. Kjo hadithi shtesë nuk lejohet gjaku i muslimanit, është i ndaluar gjaku i muslimanit i cili thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe më thonë dëshmon shahadetin se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet dhe se unë jam, këtu tha, që do të thotë dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguari i tij, pejgamberi i tij. Përderisa është çështo, gjaki i muslimanit është i ndaluar, tha pejgamberi a.s. Pra përderisa atë shahadetin, përderisa është musliman. Tha pejgamberi illa bi ihda thalathin, me përjashtim në 3 raste. Me përjashtim në 3 raste, atëherë shariati, shteti islam, nëse kishte me qenë në një vend që gjykohet me ligjet e Zotit, që ai ka thonë, atëherë gjaku i njeriu të bëhet i lejuar në 3 raste. Tha pejgamberi a.s. Cilat janë ato? Tha ath-thaybu zani, wan-nafsu bin-nafs, wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Tha është i moshuari zinaqar. E parë, rasti i parë që i lejohet gjaku i tij. I dyti, an-nafsu bin-nafs, edhe kur e mbyt një njeri, ai që mbytet. Tjetër, tha wat-tariku li dinihi, edhe ai që del prej fesë, ai që el shafejen, ai që del prej fesë, ai që bëhet murted, edhe plus e lën xhamatin, bashkësinë, largohet prej bashkësisë. Domthonë largohet prej bashkësisë. Në këtë rast janë 3 raste që i përmendi pejgamberi në këtë hadith se ju bëhet gjoki halal. Ndryshe jo. Ndryshe gjoki i muslimanit është haram. Dy fjalë pi tham për transmetuesin, pastaj më kyç përsëri në hadith. Transmetuesi këtij hadithi fillimisht tash është në 2 koleksione të më të sakta që nifen të hadithit në Bukhari dhe Muslim. Hadithi vjen prej Abdullah ibn Mas'udit. Abdullah ibn Mas'udi kë, nëse ma shumë nifet historiku në atë aspektin hijri, se kur ka vdekur. Kjo ka vdekur në vitin 32 hijri. Po nëse e këshyr miladi atëherë i bjen që ka lindur në vitin 594, e ka vdekur në vitin 653, që i bjen sipas llogarisë diellore, apo sipas llogarisë diellore miladie, i bjen ka jetu një 59 vite. Abdullah ibn Mas'udi, kë transmetuesi këtij hadithi, është prej juristëve më të mëdha islam. Prej shokëve të pejgamberit që më shumë ti ka ditur. Prej tyne që më shumë ti ka ditur. Është sahabi i ndershëm. Është sahabi i njohur në hadith. Transmetuesi shumë haditheve. Edhe ky sahabi është prej të parëve që ka hyrë në islam. Bile, nëse ja këshyr islamin e tij, se kur ka hyrë në islam, i bjen që ka qenë i 6. Në atë zaman, në kohën e pejgamberit a.s. kur ky ka hyrë në islam, s'ka pas më shumë se
ky ka qenë i gjashti. 6 burra veç. Pejgamberi një me këto dhe 5 tjerë, veç këta në islam. Çka aludon kjo? Aludon se ka qenë shumë i hershëm në islam. Abdullah ibn Mas'udi që është transmetuar si shumë haditheve, kur t'i kapni librat e hadithit, lexani, keni me vërejtë se transmeton Abdullah ibn Mas'udi ose shkurt ibn Mas'udi. Transmeton ibn Mas'udi. Na shtamen më të plotë ka pos Aba Abdurrahman, baboj Abdurrahmanit, Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudhali, nëse libri për shmat gat, që pak kush e libri për të për tonë dhe kështu po flas. Ndërsa ka qenë me një hadith janë mbështet disa dhe i kanë thonë se ka qenë i përgëzuar me xhennet. Abdullahu në xhennet. Mi po ky hadith ka dobësi. Si hadith ky ka dobësi, s'mujna me prej direkt me emër. Por çka themi? Ato që thuhet për sahabit e tjerë. Se sahabit në përgjithësi kur themi sahabët janë banor të xhenetit. Ç'është po? Amo me emër, ky hadithi për me emër e ban nife si hadithi dëpt. Abdullah ibn Mas'udi këtë transmetues ka qenë prej atyne që ja ka mbajtur ka shumë herë edhe nallët e pejgamberit alayhis salam. Edhe nallët e pejgamberit. Ja ka mbajtur edhe misfakun, ato që i lonë në dhëmbet. Ja ka mbajtur pejgamberit alayhis salam, por i ka nejtë shumë afër pejgamberit alayhis salam Abdullah ibn Mas'udi. Kurbanën hijret, shpërngulje muslimanët për në Abisini, në Habeshe, kurbanën shpërngulje, i ra që kë ishte për tyne që ishte në pjesë masë në shpërngulje në Abisini, një herit edhe në shpërngulje në Medine. Kë, pastaj, është prej sahabëve që ja ka arrit, ose ka qenë mesin atyne që është falë në drejtimin e 2 kibleve. Në drejtimin e Kudsit, që janë falur muslimanët në fillim një 16 apo 17 muaj, janë falur në drejtim të Kudsit, pastaj ai ka thonë Allah azza wa jalla drejton në drejtim të Qabës, ky ka qenë prej tyre që ka marrë pjesë në të dyat. Pastaj Abdullah ibn Mas'udi ky ka qenë ai që e ka mbytur kriminalin më të madh të muslimanëve të asaj kohe. Firaunin e asaj kohe. Ebu Jahlin. Kë ka mbytur Ebu Jahlin luftën e Bedrit. Kë ja ka hekë kokën e tij prej trupit të tij. Ndërsa ka qenë edhe qadi, si gjykac në Kufe, në kohën e Omerit, edhe në fillimin e kohës së Uthmanit radhiyallahu anhu. Ka qenë njeri shumë e vlerë. Zaif ka qenë, zaif në trup. Sa që herë për herëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Mas'udit, o Abdullah, a mundesh me hyp që t'jen qitë pëmë, më na morë diçka prej frutave të asoj pëmës. A mundesh me hyp, e urdhraj, kërkoj prej ti. Unë gjitë Abdullah ibn Mas'udi, për me morë diçka prej frutave të asoj pëmës. Të unë gjitë, i u zbulun 2 kërcetat e ti. Sak, kërcet më thaj dive. Ato këmbët e ti të zajta shumë. I u zbulutën duke unë gjitë me morë diçka prej frutave që kërkoj pejgamberi alayhis salam. Sahabët e tjerë, kur e ponë Abdullah ibn Mas'udin, me kërcetat e ti, këmbët e ti shumë të zajta, janë nisën me kesh. Qeshën. Pejgamberi alayhis salam tha, apo qeshni, me të, dhe vallahi tha, këma kjo e Abdullahi që ju po qeshni me të, është në ditën e gjykimit. Peshën në peshore në ditën e gjykimit, më randë se kodra e Uhudit. Këtë hadith e ka sjell Imam Ahmedi dhe Ahmed Shakiri ka thonë është i vërtet dhe në vendet e tjera. Pra di që i vërtet hadithi. Tha, kërcetat e ti të zajfta, por rëndojnë shumë kodrën e Uhudit, do më thonë ditën e gjykimit peshore, sa kodra e Uhudit. Kush ka qenë në umre, ose në haqe ka po kodra e Uhudit, po e madhe është. E këmbët kërcetat e ti me kom matë të ronda se kodra e Uhudit. E që kjo pjesë e këtij hadithit dytë që pëthemi,
na jep neve me kuptu se në ditën e gjykimit njerëzit peshojnë tek Allahu, njerëzit peshojnë tek Allahu so kanë iman dhe besim, jo so kanë trashësi dhe dhjam. E qartë, jo so kanë trashësi dhe dhjam, por so kanë iman dhe besim. Sepse Abdullah ibn Mas'udi ishte zajf, por peshoj kanë kërcetat e tij më shumë se kodra e Uhudit. So kodra e Uhudit veç ato, ke jep me kuptu që nuk edhe plus argument tjetër, që ose argument i atyre që kanë thonë se matën njerëzit në peshore. Se në kanë orë transmitime, matën njerëzit, matën edhe veprat e tua. Transmitime tjera, matën e veprat, qitën ato bohën të dukshmet, të ngurta, edhe matën ato. Matën edhe fletushkat, por me rëndë shumë e në transmitime. Një për atyne, se matët njeri u si njeri. E nëse njoni ka mundësi, ka qenë shumë i dhjamosur në dunjo, por s'ka pos pik imoni nështa, ose shumë pak imon, a i mundet me peshu edhe më letë se një mushku një. Ndërsa, këtu e përmendi pejgamberin se këmbët, kërcetat e Abdullahut peshoj më shumë se kodra e Uhudit. Për hadithin fillim tha, nuk i lejohet, ose gjakë i muslimonit, unë përbaj pak ma bukfal ma të thjesht. Gjakë i muslimonit është haram. S'lejohet me derë gjakë muslimoni. Muslimonit, ai që dëshmon transmetimi tjetër, ai që dëshmon se nuk o zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi a.s. është pejgamberi i tij. Por nga që kjo pjesa e parë e hadithit, na do ta kuptojmë se një njeri i cili dëshmon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. E thot me fjalë këto. E thot me fjalë. E din çka po thot. E thot me bindje të fortë. Dhe me pranim të krejt që ka rrjedh prej kësaj fjales, edhe me dashuri jo urrejtje, personi i tillë është musliman. Personi i tillë është musliman kur e thot çështu. E si ta thot çështu, mo gjoke i tij ndalohet. Zguxon në asnjë mënyrë me ju derë gjoku i tij. Edhe nëse jena në betej. Edhe nëse jena në betej, duke luftu me armikun, nëse del jenë betej dhe një armik i joti, ani veri joti ose tjetër, një armik i joti, ti të luftu. Aje shef fuqin që bëshallah ti po ki fuqi edhe s'po tani në heq edhe me dësh, të thonë la ilaha illallah ku dishka, edhe a i thëtë vërtetet, kjo fejka ka e vërtet. Ajo është në betej me ty. Por maj nuk po të gjunë. Vetëm se te e njët e të thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, ndalët, dora yte ndajtime. S'lejohet mu me që dorë në bitë. Sikur kja rasi Usames, kur e pa të mbyt një njeri në betej, pasi që ajtë duke luftu, Usame ja ju afru, e mujtë atë, po tashti ishte në dorën e Usame zësh me imshu me shpot. Ndërsa Usameja, ajnë që të rosë ata, la ilaha illallah. Usameja e mbyti. Edhe ja ka dhej Usameja lojmin pejgamberit a.s. Ja Rasulullah, isha me një njeri, në betej, të luftu, tha mi pone, që të momentet e fundit, tha, ku gati unë të ro me shpot, aje tha shahadetin, tha, unë e mbyta. Pejgamberi tha, e mbyte. E mbyte ta pasi që tha la ilaha illallah. Ja Rasulullah, po e ka thonë për i tutës. Aja hope zemrën, tha me posa, e ka thonë për i tutës, a për qefit, ta. Aja hope zemrën. Ja Usame, qka ki me bon ditë gjykimit ti me la ilaha illallah. Ja Usame, ja përmen ke qiton, sa që Usame ja kë, që ka qenë prej më të dashurve të pejgamberit a.s. Kë thët, kam pas qef që qaj me ka momenti jam, kur në kam hynë islam. Që ka shumë u turprumva, që ka shumë më nënshmëj pejgamberi a.s. Pse dhe një gjakt njënit këndërshtar në luft, në betej.
tema është pak më gjatë. Por më rëndësi, këtu tha pejgamberi alayhis salam, gjaku i muslimanit është i ndaluar. Ai që është musliman, Islam, ai që ka hyrë në Islam. Islam, lloj rregulli kanë thonë, lloj definicioni është paqe, po, një prej kuptimeve. Po Islam është el-istislamu lillahi bit-tauhid, me ju dorëzu Allahut me njëshmëri. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, edhe me ju dorëzu Allahut në bindje. Wal-ibtiadu ani shirki, edhe mu largu prej idhujtarisë. Kjo është Islami. Është edhe paqe, po pak më vane, kuptimi e dyta, tetat, katërta. Ndërsa pejgamberi sa e ndaloi në mënyrë të preme, modern gjaku i muslimanit, i cili e ka thonë shahadetin, ka hyrë në Islam dhe transmetuesi ka Ibn Mes'udi, po prej këtij hadithi, vërtet ka shumë për të nxjerrur. E inshallah herën e ardhshme do ta dhurojni se kjo ketë veç si hyrja në hadith. Do ta dhurojni herën e ardhshme se sa sene do bish me nxirren prej këtij hadithi, po këtu mbeten për herën e ardhshme. Lusmi Allah të na fort na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jalla me pejgamberin xhenetën e takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.